Festa e Sultan Nevruzit ka mbledhur me qindra besimtar bektashinj nga të gjitha skajet e vendit edhe në hambar të Cakranit në Fier. Si çdo vit, drejt teqes 300 vjeçare të Baba Selimit, besimtarët janë drejtuar prej orëve të para të mëngjesit të sotëm vendit të shenjtë për t'u bashkuar pelegrinazhit dhe riteve të kësaj dite. Administratori i teqes, Hekurani Sufaj, pohon se kjo është një festë e përvitshme që mbledh besimtarët e të gjithë vendit, pavarësisht terrenit të vështirë. Kjo festë bëhet e përvitshme, pasi Baba Selimi është mbi 200-300 vjeçar, nga pas godhënave të kësaj zona dhe pelegrinazhi bëhet nga vinë nga gjithë anët, nga Blora, nga Fieri, nga Mamakasa, ku edhe atje ka qendra të tilla bektashizmi. Besimtarët vinë, lutën, falen, shpreh dëshirën e tyre dhe nëse është pjesëmarrja gjithmonë e njëjtë, do të thotë se ai ka bërë në shpirtat e tyre ka bërë një realitet, në realizuar janë. Qa dyja të ndëzikërin, ose bëjnë kurbane të cilët i gëzojnë familjarisht, ose edhe i ndajnë. Ndërkohë për besimtarët kjo është një ditë e veçantë, ndërsa teqen e konsiderojnë vend të shenjtë që u sjell mbarësi. Herë e parë që erdhëm këtu, është një festë e bukur për të gjithë shqiptarët. Kush nuk ka ardhur të vit ta festojë. Edhe Zoti na bekoj për të gjithë shqiptarët. Nga cila zonë keni ardhur? Unë kam ardhur nga zona e komunës të Levanit. Bashkim, nga Revifikit, bashkim, komunë. Çfarë kishit dëgjuar ju për Baba Selimin? Po kishim dëgjuar shumë gjëra. Është mirë të vesh, të mesh. Edhe ne arritëm që erdhëm këtu. Çfarë keni dëgjuar ju për Baba Selimin? Kemi dëgjuar shumë gjëra të mira. Kemi dëgjuar nga gjitha krahët. Dhe gëzohem që t'jetë sa më bukur, sa më mirë. Është hera e parë që vini? Unë kam marrë 2-3 herë. Është hera e tretë që vini. Vetë. Ishte e vështirë rruga për të ardhur? Ishte që ke vështirë me një 2-3 vende, po shpresojmë ma se shteti duhet ta rregullojë më mirë akoma. Këtu është vendi më i bukur për të gjitha problemet, për të gjitha gjërat. Dhe populli ashtu që shikoni, vinë këtu ja makinat atje për një sopë rrugë. Edhe vjetja bën vrejtje ati kryetarit komunës tu që harova emrin atje, shumë kejtë domethënë. Ja, bravo qoftë, respekte për policinë që del edhe aty edhe atje që rregullon trafikun. Qofshin të gëzuar, lumturi gjithë popullit. Shumë prej besimtarëve bektashinj e kanë patur të vështirë mbërritje në destinacion për shkak të bllokimit të rrugëve dhe fluksit të lartë të automjeteve. Janë mbi 3 kilometra rrugë që të çojnë drejt këtij vendi të shenjtë, ku investimet në infrastrukturë kanë munguar edhe pse teqeja e Baba Selimit vizitohet nga qindra besimtar.